Përshëndetje të dashur miq, ne jemi këtu në She's on Top Club, po i afrohemi shumë shpejt finales. Ndodhemi këtu me vajzat pas gjysmë finales në 100 FM dhe në kanalin 10. Jemi me opinionisten ton, Ida Nurçe, cilën patjetër e përshëndesim. Jo përshëndes dhe unë. Dhe si gjithmonë jemi këtu për të folur më në detaje me vajzat tona dhe për gjithë secilën që të ketë mundësinë të tregoj më shumë rreth situatave dhe do të kalojmë në këtë pjesë të parë te sfida e së vërtetës, një sfidë e cila ka sjell shumë komente reale nga vajzat, të cilat kanë qenë po ashtu goxha pikante dhe ne do donim të kalonim tek e para, cila është midis Elit dhe Megit. Vajza, përshëndetje. Ne kemi dhe Suin, Sindin, Eli, Megi, Fedola dhe Deni këtu me ne. Përshëndetje. Dhe kalojmë tek komenti i parë i cili ka qenë dhelpër. Pra, çfarë ka ndodhur aty? Çfarë ka qenë mendimi pas dhelprës? Po, sfida ishte për dënje të mirë dhe një të keqe për secilin nga vajza dhe për Megin më duk më përshtatshme për i thënë dhelpër në një konotacion pozitiv, duke qenë se unë kam patur biseda me Megin, por nuk e di, e kishte marrë për keq. Tani juve në kaq kohë ju ka bërë njëri kompliment me fjalën dhelpër? Po, mua për shembull. Nuk mendoj se është gjë e keqe fjala dhelpër. Do të thotë dinake, dhe ti je dinake, duhet të jesh zgjuarsi. Dhelpër do të thotë në perceptimin tim do të thotë dinakëria është zgjuarsi. Po mund të thonte është e zgjuar, jo është dhelpër. Po mirë, ajo i ka diçka tjetër edhe më të keqe. Tani që ka dashur të bjerë pak, patjetër që po, por që nuk mendoj se mund ta kishe marrë më me sportivitet. Nuk është se jam revoltuar. Jo, qartë më qartë e pash, po nuk mendoj që duhet të ndjesh në gjë shumë të rëndë, sikur të ka thënë në një fjalë shumë të rëndë, se dhelpra nuk është një kompliment, nuk është. Po e ka thënë çik me kunj. Do nëse do donte të thonte. Jo, duke qenë se nuk mund thoja diçka tjetër më të keqe, prandaj ta thash si gjë. Çfarë do të thoshe diçka tjetër më e keqe që ti do kishe zgjedhur? Nuk mund të thoja dot djallëzore, ndërkohë që Megi nuk është djallëzore, më kupton? Jo, ndërsa dhelpër është një. Pra kishe më shumë në dinakrin të cilën ajo ka treguar. Po pse e ke këtë mendim për Megin? Çfarë ka bërë diçka Megi që ty të bën të mendosh që është dhelpër, është dinake? Është shumë e shkathët, domethënë kërkon shumë nga vetja, Po s'është gjë e keqe, është gjë e mirë. Po pra, është gjë e mirë, por duke ja thënë domethënë tani dinake nuk ka të bëjë me është e shkathët dhe kërkon shumë nga vetja. Dhelpra, s'ka lidhje me këtë. Tani o është e shkathët dhe kërkon shumë nga vetja, o është dinake. Dinake është kur i bën bish gjërave. Dhe i bën me të tjerët, jo. Prandaj dua t'i them që është në këtë kuptimin që është e shkathët. Është dinake, do të e merr atë që do, kupton? Në këtë kuptim, në këtë konotacion. Po, e merr atë që do, po mund ta marrësh edhe pa bërë dinakërirë, mund ta marrësh duke qenë e drejtë. Në këtë konotacion do thash shumë të ndryshme. Se domethënë të jesh e zgjuar, e zonja për të marrë diçka, nuk lidhet me të qenit dhelpër, domethënë. Unë me këtë e lidh. Mirë, ndoshta e ka pasur në konotacionin e një dinakrie të shëndetshme, le të themi. Ndoshta s'ka zgjedhur fjalën e duhur. Thjesht nga që je e zgjuar e që te ti ta përdori më së miri atë zgjuarsinë që ka, ato mimikat që ka, shikimin që ka, të gjitha këto. Pasi po, në fakt e dinakria. Dhe nga dinakria kalojmë te një koment më pas i Megit, në fakt që ka qenë për Suin, ku është përmendur kreativiteti i saj. Përmendesh vetëm për kreativitet deri diku e ke. Çfarë ke dashur të nënkuptosh me deri diku e ke? Shiko, ajo në fakt nuk është se Suit i mungon kreativiteti, por është një fjalë që është përmendur, domethënë jashtëzakonisht shumë. Dhe kur një fjalë përmendet e njëjta gjë disa herë shumë e përsëritur, sikur edhe nuk të lë atë hapësirën edhe për të treguar gjëra të tjera. A mendon që e ka veçuar? Unë mendoj që kreativiteti i saj? Ka edhe gjëra të tjera për të treguar dhe kur është thënë vetëm kreativiteti, ja kam thënë edhe Suit vetë personalisht, që mendoj që ka edhe gjëra të tjera që mund të vlerësohen tek Sui. Dhe unë të njëjtën gjë thash edhe personalisht për vajzat kur po më thonin
pjesën që je artikuluar, Po jo, ti ke thënë deri diku e ke, domethënë që nuk e ka tamam kreativitetin, po deri diku. Kjo pastaj është këmbvështrim personal. Domethënë, ti mendon që Sui nuk është kreative aq sa e bën që është kreative? Unë mendoj që kreativiteti është fjalë shumë e gjerë. Domethënë mendoj që të jesh një person kreativ është një në shikimin tim është një person që sjell shumë ide të reja. Po Sui e ka sjell ide të reja. Po datë që ne kemi pasur, a mendon që Sui e ka treguar kreativitetin e saj të cilin edhe është përmendur? Deri diku mendoj që dhe Sui ka shumë për të treguar. Çfarë të bën të thuash deri diku dhe jo në atë maksimumin e vet, duke qenë që për kreativitet është spikatur më shumë ajo. Mendoj që edhe Sui vet mendon që nuk është dhënë maksimumi vet në kreativitet. Unë mendoj që ka qenë vajza më kreative. Mendoj se kreativiteti është më e fortë e Suit. Replika ime ndaj Megit ishte që unë nuk jam përmendur vetëm për kreativitet, unë jam përmendur edhe po them që nuk jam përmendur vetëm për kreativitet, jam përmendur edhe për ecje, edhe për foto, plus kreativiteti unë e marr shumë për kompliment, realisht nga gjitha gocat, sepse është e imja, nëse dikush ka 2 veta kanë ecjen më të mirë, 2 veta kanë foton më të mirë, unë kam gjën time të pra ndjen që s'ka veçuar në atë. Po, mendoj se kreativiteti është pika më e fortë. Unë kam pasi në çdo fotoshooting ka qenë shumë e përgatitur, shumë e përkushtuar dhe e meritonte me vërtet, domethënë fjalën kreativitet. Qoftë edhe në pasarel, jam munduar gjithmonë të bëj një ecje ndryshe, po ta shikoni gjitha puntata deri në gjysmëfinale gjithmonë kam bërë një ecje ndryshe që ta shoh edhe unë veten time sa kreative jam në ecje, diku edhe mund të kem çaluar edhe jam komentuar për keq, po në fund të ditës kreativiteti është diçka imja dhe nuk mund ta heq. Jam edhe për diçërinë time, kështu që e marr shumë si kompliment, por nuk jam përmendur vetëm për kreativitet dhe kjo është fakt, nuk Unë mendoj që Sui është një nga gocat që ka marrë shumë seriozisht garën, është përfshirë shumë në këtë garë. Mendoj që është shumë kreative, jo deri diku. Ka qenë një nga vajzat që ka bërë diferencën në çdo episod. Domethënë ka ardhur ndryshe në çdo gjë. Po e shihja edhe te photoshooting i fundit, nuk e di, domethënë nuk e mendova që një vajzë mund ta marrë aq shumë seriozisht sa të krijojë çdo gjë, edhe veshjen e saj, edhe atë kapelen me ato çaj quhen ato, me atë tylin. Nuk e mendova që mund ta marrë njëri kaq seriozisht dhe unë mendoj që Sui e meriton absolutisht që ka qenë një nga gocat më kreative. Në qoftë se na duhet veçonim një nga ato looks të tuat që ke sjell kreativitetin të, cili do ishte për ty personalisht edhe nga Ida? Tani, nga kreativitet, ai që kam më afër zemrës është ky i fundit, domethënë sepse unë e kam pasur shumë të vështirë mos të rria me familjen time këtë verë. Vjen edhe çaj. Edhe mami dhe me babin kanë qenë 2 persona që më kanë suportuar gjatë gjithë këtij rrugtimit, edhe një natë që unë pata. Po, më ka dalë një video jotja në TikTok që të ndihmonte mami të bëje këtë, edhe babi që thoshte na lapa gjumë kjo vajzë. Po, sepse ishte vetëm ja di që unë mund të shkoja të rria me ata, sepse ditën tjetër kishim photoshooting, që unë erdha në Tiranë prap. Edhe atë ditë nuk bëm as muhabet as si janë ata, as si jam unë, vetëm më ndihmuan që ta realizoj atë dhe prandaj jam shumë mirënjohëse Sarës produksionin që më la qoftë edhe 1 minutë kohë për ta thënë që shiko se kjo e ka bërë me nënën e vet këtë look edhe prandaj për mua është çfarë. Patjetër që është me fat, po duhet të dish që ky është fillimi i një rrugtimi ku ti do i kesh të pranishëm sa më pak mami dhe babi. Po, e di. Dhe duhet të mësohesh me këtë fakt. E di. Ne i duam shumë, po jo gjithmonë mund t'i kemi afër. Thjesht ato Ida për mua janë gjysma ime të dy nga ata. Patjetër, si për çdo njeri, të gjithë kanë prindrit shumë të rëndësishëm. Po duhet mësohesh tani që në jetë duhet të ecësh dhe vet. Po. Dhe me këtë mesazh kaq të bukur, ne do të shkëputemi në publicitet dhe do të rikthehemi përsëri këtu në 100 FM dhe në kanalin 10. Rishihemi deri të dëgjohemi miq.